Leona, të përshëndes, çfarë kanë zbuluar hetimet deri më tani në lidhje me këtë çështje? Të përshëndes edhe unë, po në fakt mbrëmja atentati i regjistruar mbrëmjen e 17 prillit në Lundër, ku 4 persona mbeten të plagosur mes tyre 2 të mitur, në fakt duket se ka detaje të reja sa i takon edhe hetimeve nga ana e grupit, i cili është ngritur për të zbardhur këtë ngjarje. Burime për ABC News në fakt kanë konfirmuar se janë antarët grupit e hetimit janë rikthyer në 4 vende, në 4 lokacione, ku dyshohet që kanë lëvizur autorët, të cilët edhe qëlluan me armë zjarri drejt G-klasit në ngjyrë të zi, ku udhëtonin 4 persona të cilët mbeten të plagosur dhe janë duke u marrë analiza telefonike, çka zbërthimi i tyre do të çojë në zbardhjen e telefonatave apo lëvizjeve që kanë lënë gjurmë në shtyllat, pra ku kanë lëvizur në zona të ndryshme, dhe kjo mund të çojë në identifikimin e tabulateve dhe numrave telefonik, të cilët do të zbardhen nga ana e grupit të hetimit dhe do të ndihmonte shumë patjetër në zbardhjen e autorëve, së bashku edhe me verifikimet e ADN-ve apo profileve gjenetike që janë dërguar më herët, në fakt dhe ne kemi raportuar për të bërë të mundur edhe zbardhjen e profileve gjenetike nga ana e sendeve që autorët kishin lënë dhe disa gjërave që u gjetën në vendet e ngjarjes, së bashku do të ndihmojnë për të zbardhur këtë ngjarje e cila është ende misterioze. Teksa në fakt më është konfirmuar se ka pasur biseda të herpastishme me babain e 2 fëmijëve të mitur, njëri prej cilëve në fakt 10 vjeç është ende jashtë vendit ku po merr kurim dhe është ende pranë kujdesin e bluzave të bardha. Ka pasur telefonata sepse është interesuar se takon hetimeve për të zbardhur autorët e ngjarjes dhe pritet që sapo të mbërrijë në Shqipëri në fakt të ketë një deklaratë më të hollësishme dhe më të qartë se takon 2 pistave që janë ngritur për këtë ngjarje, të cilat janë, ajo e para është përfshirja e fajdeve të babait të 2 të miturve, të cilët ndodheshin në mjet, dhe pista e dytë, cilën policia nuk e ka përjashtuar ende, por vazhdon ta hetojë, është ajo e mundësisë ngatëresës së objektivit të atentatit. Nga ana tjetër, edhe pse ka kaluar më shumë se 1 muaj nga ky atentat, janë zbardhur detaje, por policia ende nuk ka mundur do të bie në gjurmët e autorëve. Shpresojmë që edhe me zbardhjen e analizave telefonike në këto shtylla ku janë përcaktuar në 4 lokacione të ndryshme ku kanë lëvizur autorët, të mund të edhe grupi i hetimit të hedhë dritë mbi autorët e dyshuar të atentatit me 4 të plagosur, 2 prej tyre të mitur. Leona Sarit, falenderoj shumë për raportimin e drejt për drejt.